daluse të këtij rangu. Por ama ka dhënë që të lutem ta mbyll, është shumë e rëndësishme. Por ama imuniteti në vetvete është një standard të cilin është krijuar jo më kot më. Hajde se po i themi ne po japim imunitet Clarentit apo Nardit. Imuniteti është një lloj mase e cila e mbron, nuk po them un pushtetarin, po e mbron personin duke qenë se është një njeri publik. Tani ose do ta respektojmë këtë imunitetin, ose atë pse po e mbajmë se nuk e kuptoj. Hiqem o zotëri nderuar fare, dhe në asnjë mos ketë drejtën e imunitetit dhe sikush të shkoj para gjykatës, pra si një qytetar i thjeshtë. Pra ti ose duhet ta mbrosh imunitetin dhe duhet që çdo lloj veprimi që vjen nga një gjykatë dhe një tjetër, jo nga prokuroria, se ne këtu konfundohemi. Ne e bëjmë prokurorinë si prokuroria Araniçelës, se po thoshë Araniçela këtu merret drim. Jo më zotëri, është gjykata. Ne problemin e kemi me gjykatën, se gjykata jon, sidomos te masat e sigurimit personal, është bërë një notere prokurorisë. Çka kërkon prokuroria dhe jep gjykata? 90% masat e sigurisë, 90% janë të sigurimet e paditës, në paditë civile rrëzohet nga gjykata. Është shmendurim në gjykatat shqiptare. Problemi është gjykata, nuk është prokuroria. Prokuroria është palë, mund të kërkoj idiotizma. Gjykata është ajo që jep. Prandaj thotë proces gjyqësor, nuk thotë proces mirë, që ta kthem debatin, debatin politik tani. 242 i Kodit Procedurës Penale i shton imunitetin deputetit, pra e ndalon, ligji ndalon pezullimin e deputetit dhe personave zgjedhur tjerë, kryetar bashkie tjerë, dhe e ndan nga ministri. Pra, jep shtesë imuniteti që s'ka drejt Kodi Procedurës Penale t'i japi shtesë për te nenit kushtetues dhe i heq ministrit një imunitet që e jep deputetit. Pra, një minut, ndërkohë që kushtetuta e barazon imunitetin, mos i jep me ligj imunitet më tepër deputetit duke ja mohuar ministrit. Nga ana tjetër, ku është Kelja? Është gjykata nuk ka bërë asnjë shkelje. Është por e hiq nenin. Neni 2 është antikushtetues. Po këtë do bëj gjykata. Ore të lutem neni ka kollaj. Tani ma dëgjoj çik. Ore gjyqtari ka marrë një vendim antikushtetues apo jo? Më fal ta çoj logjikën deri në fund. Gjykata kushtetuese. Ai është i referuar neni 242. Jo, se ke harruar një element. Gjykata kushtetuese, më fal Clarent. Gjykata kushtetuese pezulloi pezullimin apo jo? Po. E ngriu. E ngriu pra pezulloi pezullimin. Po jo s'është tamam ashtu, është ngrirje. Dhe la në fuqi ndalimin e daljes jashtë shtetit të ministrit. Që e kishte dhënë prapë gjykata, prapë. Pra, gjykata kushtetuese e ndau çështjen midis asaj që i takon Ballukut, që është e ndaloi pasaportën, miratoi ndalimin e daljes jashtë shtetit, dhe u mor me imunitetin, pra me pezullimin. Pra, çka do thotë që ka lidhje midis çështjes Balluku si çështje penale dhe atë që do diskutojë gjykata kushtetuese në lidhje me pezullimin. Kjo është logjika. Vetëm duket se tha Nesturi pastaj me fjalët e tua. Po, Nesturi. Unë kisha një element për Berishën, në fakt, po e diskutoj më vonë, se më ka bërë përshtypje sot që sipas deputetëve e PD-s aty tek salla kërkonin mbledhje. Se dije që sot ishte data e caktuar. Po s'ishte Berisha burr. Çështja unë që e shoh, pak unë po flas pak të si shikon pak a shumë edhe opinioni publik. Kush është jurist, le ta interpretoj këtë në bazë të ligjeve, në bazë të interpretimit ligjor etj. Problemi është i tillë që në rastin konkret kemi të bëjmë me jo thjesht me një betejë, domethënë që ka të bëjë me që duhet parë vendimi i gjykatës kushtetuese se çfarë qëllimi ka pasur prokuroria speciale lidhur me rastin konkret. Nuk ka se si të merret kjo për bazë për faktin sepse nuk janë dosja që ka vajtur për Belinda Ballukun ka vajtur në kuvent, nuk ka vajtur e tillë në gjykatën kushtetuese. Kështu që në këtë kuadër nuk mund nxjerrësh ti konkluzion faktin, domethënë se çfarë mendimi apo si është prirur ta mendoj vendimet e veta prokuroria apo gjykata speciale lidhur me një emër caktuar. Ajo më tepër ka të bëjë me drejtën nëse kanë të drejtë pezullojnë apo jo. Dhe për mua kjo është. Ajo çfarë ne nuk dim edhe që prandaj nuk është se duhet të ketë lidhje me njëra tjetër, është fakti sepse dosja është atje, ne nuk e dim. Të e din paktën grupi që është komisioni i mandateve. Komisioni i mandateve
mu të nxjerrë konkluzionin që për çfarë arsye ka arsye tim brenda, nuk ka nevojë të presi gjykatën kushtetuese. Sepse i ka dosjen aty. I ka dhënat aty. Dhe derisa i ka aty, nuk ka pse, domethënë, të nxjerrë konkluzionin duke prit një vendim tjetër. Qofse nuk qëndrojnë ato, le të mblidhet dhe thotë, jo, këto që janë të pamjaftueshme. Por ne nuk e dim. Dhe opinioni publik niset pikërisht mbi këtë gjë, që s'ka pse të ketë një farë mënyrë. Duket që ka një përplasje e cila më të tepërmi është... Nuk është përplasje, është taktike mazhorancës për ta përfituar kohë. Për ta fshehur diçka. Ma jep do të përgjigjem pse është kjo taktikë, Nestori? Se që është taktikë është dihet ajo. Pari dhe politika do të krijoj, do të japet dhe ajo mesazhin e vet, do të thonë që priteni se edhe ne nuk jemi pa gjë. Okej. Sepse në një farë mënyrë derisa ti ke hyrë në terrenin ton që ka të bëjë pikërisht deri me pezullimin e një antari të lartë qeverisë, patjetër që ti ke hyrë në territorin ton dhe kjo do një ndarje. Po, dhe kjo ka sens në një farë mënyrë. Ky reagimi i politikës ka sens. Por kjo nuk ka sens përsa i përket pjesës tjetër. Që çështja në komisionin e mandateve duhet të ketë rrjedhën e vet logjike. Po. Dhe ajo çfarë do të marrë një përgjigje ose po ose jo. Ne, shiko, ky lloj debati nuk do ishte bërë në asnjë vend tjetër botës, sepse kjo fillon që s'pari, nëse ti merresh i pandehur, është institucioni dorëgjë dhe ne nuk merremi pothuajse fare me këtë çështje. Realisht nuk ndodh pra nuk ndodh ai. Nuk ndodh pra se nëse do të ndodh përpara ka ndodhur me tjerë se nuk ka ndodhur. Ajo është normalisht